në planin e Perëndisë marrin pjesë me vullnet të lirë edhe kundërshtarët për ta bërë të mundur që plani i Perëndisë të ndodhi. Tani kjo, pra ata nuk është se po bënin sikur, ata ishin nervoz me gjithmend, ishin seriozisht me gjithmend, po e vërteta ishte që ishte plani i tij për të vdekur. Ai tha unë e jap jetën dhe e marr vetë, nuk është se dikush ma merr mua. Pra, Jezusi në këtë kuptim nuk është do themi me që se shpëtoi veten, nuk që nga një mjaft i fortë. Ai në fakt nuk deshi ta shpëtonte veten, sepse po të kishte shpëtuar veten, s'do na kishte shpëtuar ne. Pra ai nuk e shpëtoi veten. Dhe këta të tjerët, Pons Pilati, kryepriftërinjt, udhëheqësia, se nuk duhet të themi izraelitët të gjithë, por duhet të themi paria fetare, me thënë Bibla kështu e thekson, që paria fetare ishte fajtore në atë kuptim. Edhe unë e them në disa vende të tjera që është shumë e mrekullueshme që në fakt paria fetare dhe që janë akuzuesit, por edhe Pons Pilati që është ekzekutuesi ose ushtria romake që është ekzekutuesi i dënimit, e vërteta është që as nuk kishin një lloj rakordimi sepse akuzat, qëllimet i kishin të ndryshme. Hallin e madh, kryesia fetare kishte që Jezusi po thoshte që unë jam Krishti. E kjo s'u pëlqente atyre. Sepse ata po ju merrte punën pak a shumë. Kurse kur këta ja quan akuzën Pilatit, nuk i thanë që ky thotë që është Krishti, se kjo s'do t'i prishte punë Pilatit, do t'i thoshte Pilatit, po si dohet. Problemi juaj. Ti jetë Krishti, ndash ti jetë, ndash mos ti jetë. Por ja thonë, ja prezantojnë akuzën në mënyrë të tillë që t'i bëjnë efekt atij, thonë ky po thotë që jam mbreti i judejve. E këtu i prish punë Pilatit, sepse mbreti i judejve nuk ka, se është Cezari. Është Cezari mbret. Pra ata ja artikulojnë akuzën siç i bën punë Pilatit dhe bëhet e mundur, edhe Pilati në fakt të dyja krahët edhe priftërinjt ja japin mundësinë Jezusit që të tërhiqet. Kur i pyesin a jeti Krishti, biri i Perëndisë, ai mund thoshte jo, më keni keq kuptuar. Edhe Pilati, që pavarësisht se nuk është shumë i ndjeshëm, është një njeri gjakatar, nuk është se është edhe ai çuditërisht ja dha mundësinë për të tërhequr nga kjo ideja që a jeti mbreti i judejve. Dhe Jezusi nuk u tërheq as nga kjo, megjithse teknikisht po të donte të shpëtonte nga vdekja, ai mund të ishte tërhequr, ti thoshte që dëgjoj unë jam në kuptimin shpirtëror mbret, nuk jam në kuptimin siç e ke hallin ti, por nuk u tërhoq. Pra një farë mënyrë Jezusi nuk është se deshe të shpëtohej, se po të shpëtonte vetën s'do na shpëtonte ne.